pikërisht është mospatja e informacioneve të mjaftueshme mbi seksualitetin. Frika prej marrëdhënies parë seksuale. Unë kur e pyes pacientit e mia si ka filluar se çka po ndodh, mos më thon shkret, po gati 80% thotë e ka dëgjuar prej shoqeve apo prej kushërinave që marrëdhënia parë seksuale është e dhimbshme, gjakderdhja ose marrëdhënia parë që ka të bëjë me perforim të himenit është e dhimbshme edhe si rezultat pa vetdijen e tyre vjen ty ky kontrakcion, ky shtrëngim i pavullnetshëm i muskujve të vaginës që e bën të pamundur depërtimin e penisit. Sepse fjalët e shoqërisë i kanë folur trurit të një vajze. Ata truri i tyre i troket momentin që ofrohet. Kto se kanë problem në paralojë, se kanë problem me u puth, me u përqafu, me bë gjithçka. Momentin që ofrohet akti i futjes ose i penetrimit në vaginë, atëherë shtrëngohen. Ka raste shumë të ndryshme të na, ka raste ekstreme dhe Çfarë duhet ju themi këtyre vajzave? E themi nga ky podcast. Vajzat që përjetojnë këto situata është mirë që me diskutu prap me partnerin, me kërku mirë kuptim, me kërku kohë ma shumë, ashta me ndru pak qasjen, me u mundu me zjedh mrena çiftit. Nëse jo, me kërku ndihmë profesionale. Edhe njerë është ndihmë pura e pastër psikoseksuale. Në ky kryen punë ginekologu, as urologu, as zhvizherimi artificial ose deflorimi. Ka plot ginekolog shkoni bojnë deflorim me prejnimin, shko vazhdo tash. S'është problemi fare i prezencës apo mos prezencës të himenit. Është problem i shtrëngimit të muskulaturës vaginës.